në këtë ditë gjumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, bashkërisht kështu si jemi aqëm dhe ja dërgojmë shpirtit dhe nurit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin wa ala ali Sayyidina Muhammed. Ati dhe familjes së tij të pastër dhe të ndershme, ashabe, tabiinëve, etbaj tabiinëve dhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, në javën e kaluar folëm në lidhje me ajetet kuranore në surën Ghafir. Ishin disa ajete kuranore nga ajeti 7 deri në ajetin e 9. Ne shpjeguam vetëm ajetin e 7, që do me thanë për të bërë një ndërlidhje. Keni parasysh sidomos për xhamatin e rregullt të kësaj xhamie, që ta kenë të qartë temën se është pjesë e dytë dhe vazhdimi i ajetit të 8 dhe të 9 të surës Ghafir, sure e cila edhe vetë emrin e ka shumë të masurja Ghafir, falsi. Ghafir është një prej emrave të Allahut që rrjedh nga fjala Ghafur ose Ghaffar. Ghafir është ai që falën. Është një sure shumë e mirë si gjitha suret e Kuranit famullar. Por këtu para kësaj në surën Haqqa, dashur vëllezër, ajeti 13 deri në ajetin 18 janë disa ngjarje për të bërë një ndërlidhje me 3 skena, ashtu deshta ta lidhi sot. Skena e parë tregon Allahu xhelle xhelaluhu atë fillimin e kiametit. Tash dikush mos mërzitet të thosë sot ditë feste, është një maj sot, ditë roshtili, hoxha folën për kiametin. Edhe në këtë rast, dashur vëllezër, nuk dua që t'u fus në atë skenën e kiametit, por Allahu xhelaluhu sikur mos ishte e rëndësishme, nuk do e përmendte në Kur'an. Do me thënë, edhe ka ajet kuranor, në Kur'an nuk kemi lanë gjë pa përmend. 2 vende përmend në këtë Allahu xhelaluhu. Do me thënë, këtë ajet në këtë formë, në këtë kontekst e përmendën në 2 raste. Thotë, ne nuk kemi lanë gjë në libër pa përmend. Në libër e ka fjalën për Kur'anin. Dikush mund të thosë hoxha, po shembull, a përmendet F-35 në Kur'an? Avioni, përmendet. A përmendet nëndecja? Përmendet. A përmendet matematika? Si s'përmendet. A përmendet abetarja? Po Kurani me abetare ka fillu me fjalën ikre, lexo. Apo çfarë s'përmendet në Kuran? Çdo gjë përmendet në Kuran. Pamundësia jonë, neglizhenca jonë si musliman, si besimtar, në përgjithësi, në disa faza historike, jo çdo herë, mos e nëmblesojmë vetën se si në xhumë, ne zbojmë. Ne kemi bërë shumë. Ne si musliman kemi bërë shumë. 700 vjet, afër 700 vjet, musliman në Spanjë e mësuan botën si lahet trupi edhe si shikohen planetet. Do të thonë, prej në banjo deri në Jupiter, muslimanizmi e mësoi botën, Evropën dhe krejt, edhe si zbulohet Amerika, edhe si zbulohet graviteti, edhe krejt këto ka 500 vjet para i bën musliman, mos u mërzitni. Ne jemi vetëm me një fazë dekadence, unë këtë një herë kam përmend, ne nuk jemi të prapambetur as me shkencë, as me pare, as me pasuri, as me bukuri, as me pastërti që në botë. Wallahi ladhim, e them me betim dhe me bindje, me argument, se ne si u gjullar him në për shumë shtëpia, me rast, me kështu, me pastërti, unë nuk besoj, pastërti të mbrejshme, kam fjallë, pastërti në shtëpi, se rrugicat e rrugët i kemi mhallë, pastërti në shtëpi, në botë nuk i ka më pastra shtëpi se muslimanët, në botë si ka askur, normal si ka. Sa ato flejnë nuk dua t'i nënçmoj, ama ashtu e kanë sjell punën. Flejnë me qenë, flejnë me macet, flejnë edhe me majmunat, kur hasdisën pak më tepër, flejnë me gjarpërit, keni pa ato pitomat anakonda që i mbana për shtëpi kështu më radhë. Flejnë me gjitha llojet e kafshëve që ndyn dhe përlin ambientin e shtëpisë ku aty jetohat edhe banohat. Ne nuk i kemi këto probleme. Unë kam thonë, kjo konstatimi im mbas asaj që i ndjeki gjithmonë ngjarjet 24/7,
ne musliman kemi problem vetëm me përçarjen. Vetëm kjo neve na pengon. Edhe pse na pengon? Sa ata shumë mirë e dinë se si mund neve të na largojnë prej Kuranit, prej Islamit, prej përparimit, prej shkencës. Si mundën? Përçaj, siç kanë thënë ato të vjetrit latinët, përçaj dhe sundo, usos puna. Keni parasysh? Jo rastësisht, interesant është kjo. Mbas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wasalam, dashur vëllezër, mbas vdekjes më njëherë, domethënë 20-30 vjet, edhe pas kësaj fillojnë musliman përçarë. Interesant. Fillojnë përçarë, edhe kjo përçarje fatkeqësisht vazhdon deri sot e kësaj dite. Me gjitha këto përçarje, muslimant janë munduar, inshallah do të mundohen, Allahu na bashkoft gjithëve inshallah, të japin kontribut në shkencë, sidomos në shkencë shumë kanë dhënë kontribut. Domethënë, librat e Greqisë së lashtë, këtë mirë të dini, shumica prej jush keni lexuar, një kujtim i vogël, librat filozofike, shkencore, prej Greqisë së lashtë, në gjuhën e vjetër greke dhe latine, shku në Spanjë i murë muslimanët, i përkthyen krejt në arabisht, ajo një punë shumë e madhe, sa që ka pas periuda kalifati që edhe në Bagdad, jo vetëm në Spanjë, kalifi atëhershëm, në atë shtëpin, në atë qendrën e madhe universitare për hulumtime shkencore dhe fetare, i kanë thënë Darul Hikme ose Beitul Hikme, shtëpi e urtësisë, kush ka shkruajt një libër dikush. Edhe ai libër ka hyrë në komision. Nëse komisioni ka vlerësuar këtë libër që mund të botohet, e dini sa është paguajtur ky libër? E kanë venduar në kantar, në peshore. Nëse libri ka pas 2 kg ose 1 kg, autorit i është dhënë 1 kg ari, altan, vallahi. Me 100 milion fakte e kemi në historinë e Islamit dhe të shkencave islame. Libra është paguajtur me ar, me altan. Sot, shkencëtarët e thuan të jonë, nëse do të ishin edhe librat e Bagdadit, të cilat, edhe bibliotekat e Bagdadit, të cilat i shkatruan mongolët në shekullin e 11. Mongolët e dini çfarë bëhen? Ata për 2 javë vranë 800.000 deri 1 milion musliman në Bagdad. Edhe gjithçka që kishin arritur me të arritura shkencore, kontributin shkencor dhe kulturor, krejt ato libra i hodhën, i shkoqën, i dogjën, edhe ato tjerat i hodhën në lumin Tigër dhe Eufrat. Edhe shkencëtarët çfarë thonë? Sikur këto libra tishin sot tishin të kishin ekzistuar, njerëzimi, jo muslimanë, njerëzimi do të zhvendosej prej planeti në planet pa problem. Sikur ato libra të ishin ende sot e kësaj dite. Imagjino çfarë libra shkencor ka pas atë. Mos tregojmë se çfarë kanë zbuluar muslimanë, ju dini krejt. Ato elementet bazë që sot medicina, mjekësia, gjeografia, anatomia, astronomia i ka për muslimanëve ne këtë ditë. A si mbetëm ne kështu? Ne mbetëm kështu, nuk them si hoxh, po them si njëri që miremi non stop me këtë çështje. Ne mbetëm kështu kur u larguam prej fjalës së Allahut, asgjë tjetër, prej Kuranit. Sikur ne 10% të merremi me Kur'an sa miremi me dynja, ne do ishim para Amerikës edhe Zvicrës. Po, 10% hiç më tepër. Vallahi. Aman, një popull nuk mund të jetë pasqyrë e Islamit, nëse shtëpinë e ka xhenet, rrugicën e ka xhenem. Kontribues do të jesh edhe në obor, edhe në dhomë, edhe në rrugë, edhe në rrugicë, edhe në autostradë, edhe në semafor, gjithkundi do të paraqesësh atë pasqyrën tënde dhe Islamit. Kjo është e Kurani burimor. Ato e kanë të kundërtën, perëndimorët, interesant. Ne kemi parë, nuk kemi edhe aq padal për Maqedonie. I kemi parë, domethënë, oborët, rrugët, rrugicat, perëndimorë, flas për gjerman, për ato që mbajnë qenë për shtëpi. Rrugët, rrugicat dhe oborët i kanë xhenet. Shtëpinë e kanë xhenem brenda.
një pjesë e madhe e tyre, kam fjalën për në aspekt të pastërtisë, nuk mund të jetë një shtëpi e pastër nëse ka qen brenda, qen. E dini se qeni 10 herë në ditë ta lajsh qenin, lëkura e tij I ngjan lëkurës së derit. E ka të erën e keqe, e ka ai në gjenes, në thellë qeni I papastër. Nëse qeni thot prekën te pantallonët, ato pantallone duhet I hekësh, se me ato nuk mund të falesh, ose as punën. E din kë, nëse macat prekën s'ka asnjë problem hiç. Ato shkojnë në brendin e kanë xhenem, atë jashtë e kanë xhenet. Ne e kemi të kundërt. Kurani dashur vëllezër na mëson gjithkund të jemi të mirë, gjithkund të jemi të pastër. Për të dalë në këtë ditë kiameti faqebar. E kjo është ajo që deshet ta ndërlidhi. Nuk mund dalëm faqebar para Allahu xhaleshanuhu nëse dikush e akuzon shembull, e akuzon hijabin, shamin, shkaku I punëve të një gruaje ose një vajze që bën punë të pahishme me shamin. Se nuk mund të akuzosh, mos e akuzoni hijabin këtu. Ose, por këto bëhen sebeb që dikush mos bindet edhe ta vendoj shamin. Mos bëhemi sebeb që t'jemi me mjekër edhe dikush ta shaje mjekërën si sunet, shkaku I personit që mban mjekër edhe mban punë të këqija. Jeni parasysh? Kjo është ajo. Ose nuk është mirë që ne të bëhemi sebeb të shahat haxhillëki, shkaku I një haxhije që ka shku haxhi, edhe mbas haxhillëku ende mirret me kamate dhe me mashtrime dhe me gënjeshtre, astagfirullah. Shefni, sa dëm ne mund t'i bëjmë Islamit në emër të Islamit. Bash më pëlqej ajo një ngjarje në kohën e Sulejmanit alayhis salam. Ju e dini që Sulejmani përmendet edhe në Kur'an, ka folë me shpenzët, me xhinët, edhe me insektet. Edhe një ditë prej ditëve thot një shpend donte të pi ujë të pije, me një breg të lumit aty, edhe kishte fëmijë, nuk piju ujë derisa të largohen fëmijët, mos e dëmtojnë, fëmijët I kanë qejf shpendët edhe I rëmbejnë. Edhe filloi të pije ujë kur erdh një njeri me mjekër. Me si gjibe sapi me mjekër, gjatë ashtu, tha ki mu nuk ngucët. Erdh pije ujë edhe shpendi, ki njeriu me mjekër, një gur, ja theu njonin krah shpendit. Këtë shpendin thot e mashtroi çfarë? Mjekra ati. Ki shprehi besim dhe siguri se njeri me mjekër nuk bën dëm ki. Kjo besimtari mirë. Edhe shpendi shkoi thot u ankuate Sulejmani alayhis salam. Sulejmani alayhis salam e thiri edhe personin që kishte thirr krahun me atë gurin, ti shpendi. Edhe I tha shpendit, çfarë dënimi ti japëm? Që a them edhe këtij krahun, sa ashtu është dënimi, jo? Vesh për vesh, si për si, hun për hun dhe krah për krah. Çfarë ka bën ashtu duhet I bësh? Ashtu është ligji. Ka qenë. A që a them krahun këtij? Personi që ta theu krahun me gur. Shpendi tha jo. Këtij tha hiqja mjekrën, ruja mjekrën. Se mu mashtroj tha mjekre e këtij, nuk mashtroj krahu I tij. Unë shkaku I mjekrës piva ujë rahat. Keni parasysh dashur vëllezër, edhe qëllimi çfarë është, mesazhi I kësaj. Mesazhi I kësaj është që ne jo që sillemi si besimtar, por ne mundohemi të jemi besimtar. Ajo të sillesh sikur je besimtar është nifak, është munafiklëk, Allahu na ruaj. Por të jemi besimtar shembull në mënyrë që tjerët të lakmohen të veprimet tona. Jo të marrin gërdi dhe thonë, unë shkoj në xhami. Për diti se 3 safët e parë xhami janë mashtrues, ato 3 tjerët janë kamatash. Ato ka fundi janë në kazino Qirini, astagfirullah. Unë shkoj të bëm si ato. Jo, astagfirullah. Të kundërtën. Tregon Ebu Hanifja radiallahu anhu, thot se ka qenë edhe dietar I madh, edhe biznesmen, paradite me studentët, mbas dite ka shit pazar, donjëherë paradite ka shit pazar, ka bërë tregti, interesant. Edhe I pari është Ebu Hanifja radiallahu anhu, I cili ka dhënë bursa studentëve në muj ka dhënë parë, ka 100 euro soç me shembull, në muj që studentët mos e lënë mësimin shkaku I problemeve ekonomike. Thot njëherë kaloja në për tregun e Bagdadit aty, në për pazar, edhe dikush ndëgjova që tha për atyne tezgave. Din që shesër?
Dhe ky dietar nuk le namaz nate kur. Interesant, ato këshin marrë vesh ku se ki falen gjithë natën falet. Po ki dhe ka pushu. Thot Ebu Hanifja, për që zbardhuar fytyrën islamit, pse ndëgjova këtë fjalë prej atyre, prej atë natë, deri sa ka vdek normal, kur nuk e kam lanë të namazin e natës. Pse? Mos t'i zhgënjej ata që kanë mendim të mirë për mu. Se di kush thot, hoxha i mirë, du të bësh shumë i mirë, mos i zhgënjejsh ata, se turpron islamin. Jo, hoxha i mirë ashtu sigurt ti. Ose shitësi i mirë, i korekt, nuk ren, nuk mashtron. Bëhu më i mirë si shitës që njerëzit vërtet thunë kje bën se ka frikë Allahu. Më thonë, ti me veprimin tënë do i qësh qire të dunë, hala ma shumë Allahun, shëriatin, drejtsin, Kuranin, se ti në emër të islamit i bën këto. Nëse i bën të kundërtat, ti bësh sebepes të këfurva që ata ta rejnë, ta urejnë islamin, Kuranin edhe gjithë shka tjetër. Kjo është islami që kërkohet për nesh. Sepse atë ditë në ditën e gjykimit, ju e dini shumë mirë, kush punon një grimc këtu, fejda nufi khafis suri, nefkhatun wahide, edhe kur t'i frihet surit kur t'i frihet, çfarë suri është e buria e madhe që meleku Israfil do t'i fri një herë edhe shkatrohet gjithçka. Pastaj i fri për së dyti, edhe bëhet ringjallja. Do t'i shohësh njerëzit që shkojnë si pianece, ato nuk janë pianece, por thot azabi Allahut është shumë i rëndë. O tëra nase sukara, u ma hum bi sukara, ti ishe njërë kur janë të deu, ato nuk janë të deu, por azabi Allahut është shumë i trishtuar. I dhemshëm është. Pse? Se çdo njëri e din se çka ka punuar. Çdo njëri. La takhfa minkum khafie, a dit nuk ka më sekrete. Ti mund të ndriqesh ku si e i mirë. Ama di së ndriqesh më. Se Allah e din komplet e din situatën tënde. Sa i mirë këtë je dhe sa i mirë je, edhe si do dalësh para Allah gjithë shanu. Së mund të ndrish. La takhfa minkum khafie. As një sekret nuk do mbetet pa zbuluar aty. Çdo gjë. Edhe njeriu, dashur vëllezër, njeriu. Këtu thot në përgjithësi për kriminalet, po edhe kriminalet janë njerëz, për gjinaqarët, po edhe gjinaqarët janë njerëz. Çfarë thot? La yes'alu hamimun hamima. Atë dit, dashur vëllezër, të bëmi të mirë, sa të keni mundësi. La yes'alu hamimun hamima. As një shok mik nuk pyet për shokun dhe mikun e tij. Interesant. Sa të afërt jemi këtu, e keni parë? I rim kam mikut, hosh gjeldën, hosh buldun, me kafe, me çaj, me darka, me dreka, me kështu, me mici të re, me mici të vjetër, interesant. Kjo është dinjaja, kështu është. A e shë si këthen ajo busolla e gjendjes së kiametit, e këthen situatën 360 gradë ndryshe. Pse? Për të na bërë me dije Allahu neve se o njerëz, ju ishit në dynja për të më kënaqur mu se te unë keni ardhur. E sheh, s'ka ku tjetër. Te unë jeni. Po edhe në dynja ishit te unë, po ju nuk ishit të bindur. Shkoni, sa miq të ngushtë janë njerëzit sot. Dikush i sinqert, dikush për interes, e diçka tjetër. Por thot, në botën tjetër, Allahu e përshkruan dashur vëllezër skenën apo sikur mendohet tash në këtë moment. Edhe kështu do ndodhi, se Kurani e përshkruan, jo hadithet ose transmetimet e historitë të ndryshme, Kurani e përshkruan. Kjo më e trishtuar çfarë është? Thot, ju basarunahum. E shohin njëri tjetrin. E shohin, shifin kështu, si shifemi nesër. Ju basarunahum. Shifen, ama nuk i folin as njëri tjetrit. Interesant. As njëri tjetrit nuk i folin kiamet. Ditën e gjykimit flas. Ditën e mahsherit. A për kriminalet, për gjinaqarët, për munafikët, ka trajtim tjetër. Kjo nuk do me thënë se do ndodhe për gjithë besimtarët e mirë, astagfirullah. Jo. Se Allahu me njëherë mbas këtij ajetin vijues, thotë Jeweddul mujrimu, mujrim
arabisht i thonë kriminalit. Do të thonë, edhe jo besimtar, edhe gjinaqar, por edhe kriminal. Për të thonë Allahu kriminal duhet të jesh shumë i keq, që ka luajtur Netanyahu dhe Trumpit. Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi'idhin bi banihi. Vini redas. Kriminalët atë ditën e gjykimit do duan, do dëshirojnë, do lusën që t'i bëjnë kurban për shpëtu e ka fjallë. Për shpëtu, do jenë në gjendje t'i bëjnë kurban djemë të vetë, bibeni. Tu i përshin edhe vejtë, dhe më dhamë bitë e ti. Ashtu është për këti, bitë e ti. Para me ndohë baba edhe nana, se do në gjalli dhe vejzë, a ditë do jetë në gjendje t'i thotë gjalli dhe vejzës, hinë ti në zjarë, në gjenem unë shpëtoj. Kjo të rëgon jo mos dashurin dhe i fëmijëve, po kjo të rëgon kulmin e sikletit. Kjo është. Se në këtë dynjon nuk ndodhen. Nuk ndodhi 1 miliard, 1 milion. Gjdo babë, gjdo nanë, këtë dynjon del për para fëmijëve të hinë zjarë, gjalli dhe vajza shpëtoje. Këtë jam i sigur. Të gjithë jemi prindër. Por interesant, Allah përshkru një gjendje tjetër. Gjendje tjetër përshkru. Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi'idhin, sikur të shpëtoje për të shpëtuar nga azabi asaj dite, duke i sakrifikuar djemtë e vet, bijtë e tij. Interesant. Allahu na ruaj. Bijtë. Me thonë, situata duhet të jetë shumë serioze, por t'i thonë gjallit ose vajzës, hinë me babën ti zjarë mund të shpëtoj. Stakfirullah. A vetëm bijtë? Jo. Allahu i përmendë këtu cilët donë t'i sakrifikoj, me qëllimi ka përmendë për të na tregu cilët i kimi dash ma shumë këtë dinja. Se ne duana shumë gjëra në këtë dinja. Edhe ka njëre që duan Mercedesin ma shumë se babën, e dini? Po, qeri ma shumë se babën. Me e gërdish baba qeri, zoti nuk e di çfarë mund ndodhi atë. Jo, më jo krejt gjemë, mos e shkuptojmë. Ka, tash, gjithmonë ka. Mal pa uq s'ka. Jo vetëm bit ti sakrifikoj ti qoj kurban, po cilën pastaj? Këtu do thonë shumica, jo shumica një pjesë për ne, jo në digjet, gratë e tire. Ajo, nëse e ka sjell në digjet. Wa sahibatihi, do ketë dëshirë gruan të ashtin në gjenem dhe shpëtoje. Ajo nuk o gjaki, ti ka kjenë mirë, ka kurdim teket, sa i zetë ka hek, bile dhe shtije pa në gjenem. Wa sahibatihi, interesant Allah përmenë disa persona. Interesant. Pse? Se këto persona që i përmendën Zotit, që ki donë t'i boje kurban, këto mund t'jem bërë se bep, nga dashurie madhe që ka pas për këto, e ka humbë Allahu dhe gjenetin. Kështu në analizoj. Se Allahu, asgjë rastësisht në Kur'an nuk përmendën hajt ta mbushim, ta qepim arnën. Jo. Me qëllim i ka përmendë. Shkoni, bit, që ne për bit, lëm shumë namaze, shkatrojmë veten, shëndetin, gjali, vajzën dalë, selamet, ma në fund thot, ti lëm mbas. Nuk thot lëm mbas një xhami, ndërtoj një qeshëm, dënë mbas. Farë dhe lëm mbas? Allah ka se këtu jetën ati, nuk jetë ti që e regullon armërinë ati, oj, da shumë pa. Se cilë njëri ka jetën dë vetën e ka. Rëskin e vetë, armërinë e vete, a i do jetojnë ko, pak ma tutje, ti jeton në inteligencën artificiale, a i do jetojnë në periudën e hologramit, ku e di unë, në periudën e ufove, do vinë bëjmë bajram me ne, ku e di unë. Qëfar jetë do jetojnë e? Talon bazë. Atë Allah do e kjetë bazë, ti shko a gjithë. Edhe gruan e ti do jetë ndjenjë të sakrifikoje. Pse? Se edhe gradë në të shumë të në raste vjanë sebeb që burit jo të devijoje, po të mundohet të i plëtsoj gjitha dëshirat e shtëpis dhe të grua dhe të gjitha gjërët, edhe vetë humër zeqatin, humër namazin, humër shëndetin, shkoni pa përgatitur të vari. Edhe këtë. Pas të cilën e përmendën? Wa akhihi, edhe vllajnë e vetë. Interesant. Vllajnë qish këtë dinja do vlazën,
Problem. S'ndahen pasuritë si duhet, me padrejtësi, me trika, me dallavere. Prandaj do t'jesh vllai mirë për vllaun, që nesër mos thosë vllai jot o Zot, merre këtë shtjen xhenem mu shpëton. Nëse janë vëllezër të mirë, janë ndesh për Allah, kanë jetu për Allah, kanë vdek për Allah, këto nuk bëjmë pjesë të këtij ajeti, ta dini. Të këtij ajeti bëjmë pjesë mujrimët, kriminalët. Allahu flet për kriminalët. Po nëse ne bëjmë stakfirullah punë kriminalesh, edhe ti automatikisht je pjesëmarrës të këtij ajeti. Pastaj grupe e 4 që don t'i djege kriminali që vetë të shpëtoje, kush janë? Krejt farefisi. Interesant. Wa fasiletihi tuwihi. Edhe krejt familje dhe farefisin don t'i djege në xhenem vetë shpëtoje, a kjo familje thot e përkrahte kur ishte gjallë. E leti tuwihi. Sa bukur shpreh Allahu. Më thonë, njëjtën familje që e ka përkrah në çdo situatë, mirë ose keq, edhe atë don ta sakrifikoje. O Zot, vetëm unë shpëtoj. Stakfirullah. Allahu me qëllime përmendën, wa fasiletihi tuwi, ajo që e përkrahte. Wa man fil ardi jamian. A vetëm këto? Jo, vetëm këto. Njeriu për të shpëtuar në ditën e gjykimit do doj ta bëj kurban gjithë botën. Wa man fil ardi jamia. Edhe çka ka në to, krejt dynjan. Vetëm këtë shpëtoj. Allahu na ruaj. Vetëm këtë shpëtoj. Çfarë thot Allahu lëshanu? Me këtë e përfundojmë inshallah. Kella, asesi nuk do bëjmë kështu pazarllëqi. Kella, jo, nuk do ndodhi kjo. Më thonë, nuk do ndodhi të realizohet dëshira e këtij kriminali, këtë ka fjalën. Kush e ndëgjon atë? Askush. Allahu shprehet se si do shprehen kriminalet. Original shprehet, sikur mendon skena tani. Kella, innaha ledha. Jo, thot ajo është flaka. Se njeriu kur i dëshiroje ti bëje kurban këto gjëra, këto njerëz, do e ketë përpara flakën. Prandaj ka zor të madh, nxehtësi e madhe. Çfarë flake? Allah ka përshkruar flakën. Një lloj flake. Nuk është shumë e rrezikshme. Në tojze. Nezaatën li shawa, e cila sa po hyn në të e nxjerr kapakun e kokës komplet ta nxjerr. Nga nxehtësia, nga nxehti i madh. E kalon mbi 10 gradë nxehtësi. Nezaatun li shawa. Shawa është kjo pjesë e sipërme e kokës që ne marrim mes kur marrim abdes. Ted'u, cilën e kjo është e rrezikshme që ne mos bijem këtu. Cilën e threthet kjo flak? Cilën e tërheq? Mbrenda. E tërheq atë që u zbraps. Kur ish në një, nuk donte ti ndëgjoj argumentet e Allahut. Stonte. Abe hoxha, abe xhami, abe islam, leve islami. Turku kjo, turku ajo, stakfirullah. Këto që u zbrapsën, u larguan nga besimi, edhe kjo është e rrezikshme që ne mund bijem në këtë, ki grupi i ditë që do hinë këtë zjarë të xhenemit, wa jamaa fa awa, edhe ata të cilët mlodhën shumë pasuri, fa awa, edhe e rujtën, awa. Wia, arabisht i thonë, si çekmexhe, si sot janë bankat për shembull, janë karticat. Ata që mlodhën pasuri edhe e ruajtën. Do të thonë, pasurisë këtij nuk ja pa hajrin askur derisa vdiq. E ruajtën. Ka njerëz kanë qejf, vdese me 300.000 franga në bankë. Mas andaj dëshohëm me munkirin dhe nekirin, ato s'ta lipin kartisën e bankës. Ato lipin diçka tjetër. E këto njerëz që e ruajnë pasurinë, nuk e qarkullojnë, nuk bëjnë biznes, nuk japin zeqat, nuk japin sadaka, këto njerëz i thret zjarri i xhenemit që nxjerr kafkat e kokës për vendin. Allahu na ruaj gjithëve inshallah. Allahu na vetdisoft me dritën e ajeteve kuranore inshallah, me dritën e abdesit ton, me dritën e namazit ton, me dritën e zeqatit ton, me dritën e islamit ton inshallah. I uzon të rit ton dhe i mbron ato nga çdo e keq inshallah. I shëron të smurët tan, i bën magfiret inshallah të vdekurit tan, dhe fjala jonë dhe frima jonë e fundit në këtë dynjë qoftë
La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, walillahi l-Fatiha. Allah